Bini ka qenë një person I pa provum në pushtet, edhe Vjosa ka qenë një person që ka bashku dikuj që përdo me sjell mirë Kosovës. Tash janë të dytë provum në skenën politike. Dhe ne po flasim për një figurë politike që për 5 vjet është konsideru si një institucion që e ka luajtur pjesën e unifikimit të spektrit politik dhe vetë ka dalë dhe e ka pranuar që nuk ka qenë unifikuese. Dhe sot Nëse për dy zgjedhje e LDK-ja ose individ të caktuar eksponent të LDK-s dhe opozitës kanë qenë tmerrsisht e keqja këtij vendi sipas Vjosës Osmanit. Sot me këta njerëz që shkojnë drejtu qytetarëve të Kosovës dhe është krijuar një praktikë e keqe në skenën politike që në momentin kur prishën pazaret edhe kjo përfitimi politik në aspektin e pozitave politike, krijohet një grup I ri me një emën të ri politik, po që ato figurat vjetra dhe ne themi po na vjen një frymë e re. Nuk mund vi frymë e re dikush që që 20 vjet politik. Nëra e pasuron skenën politike, partijake, ndryshon aspektin e numrit dhe është ai bomat përgjithshëm. Do ta ndryshoj sepse të ndoshta ose rrezikon pragun e dikujt ose favorizon dikon, ama me sjell diçka të re. Vetëm nuk mund me hin kuvend të organizim problemi. Asnjë vot. Ama asnjë vot. Vjosa Osmani nuk ja merr Aleancës për Admirimin e Kosovës. Asnjë vot nuk ja merr PDK-s. E vërtet. Ku merr vota? Merr vota vetëm në VV, aty ku I ka dërguar. Edhe LDK. Unë mendoj se këto të jenë bashkë me LDK, do udhëhesh projektin LDK. Do të jenë koalicion këtu, ndoshta jo një skenar të tillë. Unë shoh se do udhëhesh projektin. Tërprejtëm pak më herët kërkon falje, nuk e shoh dorën zemër të opozita. Nuk e shoh ashtu siç po thot Artani, nuk mendoj që Vjosa Osmani ka ditë me rujt qatë momentumin e vetë, edhe na veç jemi të po për kundër iniciativave të saj me qenë teren gjatë gjithë kohës. Mirë, a u kanë mlefi që s'ka ditë me rujt momentumin? Absolutisht ka të regu një mleft pa pom, edhe ai mleft të qytetari ka reflektu si formë zhgënjimi ma shumë për çështje personale, domethënë interesa puro personal, se sa për interesa të vendit. Kështu që qytetari i Republikës Kosovës në do të analizon në të mirë, ti e kon kryetari i parlamentit, po, je kon deputete, po, je kon presidente, po. Po tash zbat fundi votës mos me qenë për një moment në pozitat më të larta, se ki me tapi me udhëheq institucionet e vendit. E sidomos kur para qytetarëve paraqitesh si person që insiston detyrimisht me qenë veç te I pari, jo gjithmonë ke me marr rezultatin e kënaqshëm. Jo se nëse kish ditë me u tërheq momentum, edhe më thon rregull është, skena politike s'po pranon. Albin Kurti, DDK-ja, kushdo që ka qenë momentet caktuar, nëse kish dash me gjujt pak faj ma shumë ka Albini për me fitu pozicion ka LDK-ja, kish dash me thonë mirë, vetëvendosja, për vetëvendosje nuk jam shumici pranueshëm, unë po të rriqna prej jetës aktuale politike momentale, edhe po kthejna, po kyçna në parti politike, edhe po vazhdoj angazhimin e tem ku e kum lanë. Mirë, po edhe kjo nuk ka me qenë... Sepse interesi është Kosova. Edhe kjo nuk është krejt e lehtë, ta keni parasysh veç diçka. Nëse takosh me votus mirëfillit LDK-s. Mirëfillit LDK-s po flasë. Votus të cilët janë qëta 120.000, 126.000 që kanë votuar dhe herën e fundit. Mos mendoni që janë të prit Vjosën me krahapun. E vërtet, çfarë po të diskutojmë? Nuk është, skena politike është tepër fluide. Nuk është çast statike që njerëzit mendojnë që ti veç e merr çet gotë, e shtin atë grupin e gotave dhe prej 5 bën 6, që shblejnë ato ku shkojnë me bë për haj gotat. Pra nuk është qëllimi mu bë kompleti. Se ndonjëherë bashkë ajo gota kur ofrohet, mund ato gotat e tjera me I lëviz prej pozicioneve. Kështu që nuk dihet, është tepër e paparashikueshme situata politike në Kosovë. Na duhet me pas parasysh veç diçka. Duhet me pas parasysh veç një faktor me cilin pajtojnë ashta me Arton. Faktori me cili është shumë I rëndësishëm është faktori diaspor. Nëse faktori diaspor nuk ka me marrë emocionin që ka pas me 28-in, se s'do me thonë kjo pse është disa po thojnë një po është periudhë pa përshtatshme, kur dhezën turbinat, njerëzit paguajnë edhe bileta ka 500 e 600 se kanë atë lashe. Po them, nëse faktori diaspor e ka kyçen ma të vogël, çatëherë kena me po një skenë politike tjetër.